A lejohet që femra muslimane të bëjë dhikr gjatë menstruacioneve? Shpesh herë bëhen pyetje rreth leximit të lutjeve të ndryshme dhe dhikrit nga gruaja muslimane me cikël menstrual. Duke marrë parasysh që disa gjëra janë të ndaluara për femrën gjatë këtyre ditëve, si lehtësim për të, siç është namazi, agjërimi, bërja e tavafit, leximi i Kur'anit, kryerja e marrëdhënieve intime e tjerë. Janë disa punë dhe vepra të tjera, të cilat janë të lejuara për të, e madje edhe të preferuara, siç është dhikri, përmendja e Zotit, marrja me dituri fetare e tjerë. Por, edhe veprime të tjera të përditshme edhe në raport me burrin e saj, përveç veprimeve të ndaluara që i përmendëm më lart. Muhamedi alayhis salatu wassalam u mësoi burrave se edhe pse gruaja nuk lexon Kur'an gjatë kësaj periudhe, ajo mund të ndëgjojë lexim të Kur'anit nga burri i saj, nga televizori apo nga aplikacione të tjera. Aisha radiallahu anha tregon se i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salatu wassalam mbështetej në prehrin tim derisa unë isha në të përmuajshmet dhe ai lexonte Kur'an. Thënia e duave të pejgamberit alayhis salatu wassalam, sikurse duat e mëngjesit, e të mbrëmjes dhe duat tjera të njohura, të gjitha këto janë të lejuara të thuhen dhe në të nuk ka ndalesë. Madje preferohet nga gruaja me menstruacione të vazhdojë në thënien e lutjeve të këtilla çdo herë, pasi që ajo, edhe pse është në këtë fazë, megjithatë ka nevojë për mëshirën e Allahut të Madhërisëm dhe duhet ta përkujtojë atë në çdo kohë. Dhe lutjet e ngjashme, të cilat gjenden në Kur'an dhe janë ajete të plota, ose pjesë të ajeteve, por ato përdoren si lutje, atëherë edhe këto janë të lejuara t'i thot femra lehon dhe me menstruacione. Prandaj, çdo grua muslimane duhet ta di se është e lejuar për të çdo dhikr, me të cilin e përmend dhe e madhëron Allahun e Madhërisëm, dhe çdo lutje me të cilën i lutet Allahut fuqiplot.